Me përgjegjësi të plotë 100%, 1000 për 1000. Rritja ekonomike e Shqipërisë u përcaktua atje nga mbledhja e përfaqësuesit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, guvernatorit Bankës së Shqipërisë. Rakordojnë shifrat. Po kush janë ata që duan ta bëjnë shifrat? Ka shifra, po si ç'a jemi ne? Po pse tavolinë? Po në epokën e Sultan Pekmezit jemi, po ka shifra. Duke ngrënë darkë dhe Hanit Perandorak. Po darkë do hanë ata se s'dorim pa ngrënë. Edhe aty caktohet GDP-ja dhe rritja ekonomike. Po pse si u cakto ka në lokal tani? Po ta them umre. Ke intervistën e një zëvendës kryeministri para disa viteve që e ka thënë trosh në televizor. U ulëm tha dhe ëngrëm darkë me përfaqësuesin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe përcaktuam që rritja ekonomike e Shqipërisë është 3.6%. Të lumça. Të kthehemi te dokumenti. Le të kthehemi në vijim tek dokumenti. Në fakt ky dokumenti flet ajo që mua më duket pak shqetësuese, flet për autonomitë universitetet dhe për cilësi. Në fakt, unë jam e paqartë se si do të arrijmë cilësinë, kur pedagogët ngarkohen me punë administrative, me akreditime programesh, me pjesëmarrje në projekte. Pra, nuk shkojnë, ka një paradoks këtu me rritjen e cilësisë dhe ngarkesës burokratike që ka secili nga pedagogët. Dhe në qoftë se një pedagog, të gjithë pedagogët ne po rrezikojmë se ku jemi me arsimin, e thot PISA, që jemi në vendet e fundit dhe nuk ka asnjë lloj pse ta zgjasim. Jemi të fundit. I fundit. Të fundit në Evropë. Të fundit. Dhe kjo nuk ka diskutim dhe s'kemi pse i biem rrotull. Ajo që unë dua të them, këto strategjit në letër që dua të bashkohemi me Europën, janë paradoks për faktin se nuk përputhen me kapacitetet institucionale dhe financiare realitetin që ka vendi ynë. Në qoftë se ne do të vazhdojmë ta paguajmë pedagogun me këto rroga që merr sa gjysma e rrogës së profesorit kosovar, për të mos shkuar më tej me kolegët tanë me Serbinë, me kolegët tanë shoferi betonierës merr shumë se i pedagog. Me kolegët tanë europian, ja, po ta them unë, të cilët paguen edhe për artikuj që merren, kanë lehtësira për çdo artikull, sepse në fund të fundit fytyra e një universiteti janë pikërisht kërkimi shkencor, kurrikulat. Norma e krahasimit është edhe autonomia në thelb nuk është autonomi universitare, është autonomi financiare. Autonomi financiare. Kur do të organizojmë një aktivitet, qoftë edhe konferencë shkencore që të vjen mund pra që ta përmbledhim se jemi drejt minutave të fundit. Më fal, dhe një fjalë. Dhe ne themi pse nuk kemi mësues të mirë në 8 vjeçare, pse nuk kemi mësues të mirë dhe vazhdon kjo situatë. Pse nuk kemi mësues të mirë? Nuk kemi mësues të mirë sepse ne vijojmë të kemi këtu e 20 vjet problemin e alter tekstit në sistemin parauniversitar. Ne vijojmë të kemi ndryshime çdo vit maturës shtetërore. Çdo vit ka ndryshime, shtohet ky koeficienti dhe student, domethënë nxënësi shkon deri aty dhe nuk din çfarë pret. Ndryshe këtë gjë. Dhe familja në fund ditës pastaj kur vjen punë në universitet priret që fëmijën ose do ta kapim ta çojë dhe ta arsimoj jashtë.